Bismillahirrahmanirrahim. Nxënës të dashur, në orën paraprake kemi folur për emrin apo ndarjen e emrit në aspektin e shquarësisë dhe kemi thënë se emri në gjuhën arabe është ose i shquar ose i pashquar. Emri i shquar në gjuhën arabe quhet el ma'rifetu, kurse ai i pashquar quhet en nekiretu. Kush bën pjesë në grupin e emrave të shquar? Në grupin e emrave të shquar kemi numëruar gjithsej 7 grupe të emrit të shquar. Dhe ato janë el alemu, emri i përveçëm, ed damiru për emri, qoftë ai muttasil apo munfasil. Pastaj ismul ishareti, i treti, katërti kemi përmendur el ismu el mawsulu, për emri lidhor, pastaj kemi përmendur el muarrafu bi el, emri i shquar me mënyrë shquese el, dhe të gjartën e kemi përmendur el munada, që do të thotë thirrori. Sot kemi mbetur që të flasim për emrin e shtatë të shquarës e që quhet në gjuhën arabe el idafetu. Siç po e shihni përpara në ekranet tuaja. El idafetu gjuhëtarët e kanë përkthyer si lidhje gjinore. Kurse nëse ne e përkthejmë idafe bukfalisht, idafetu është shtesë. Do thotë e kemi një emër dhe atij emri ja shtojmë një emër tjetër që kështu ta shquajmë. E kanë quajtur gjuhëtarët si lidhje gjinore për shkak se ekziston një lidhje mes dy emrave. Ku i pari është i pashquar, mos e harroni, i pari është i pashquar, kurse i dyti është i shquar. Dhe i dyti vjen në rasën gjinore. Çfarë është rasa gjinore? Rasa gjinore është ajo rasa që tregon kujt i takon emri i parë. Në gjuhën shqipe rasa gjinore, për shembull themi për shembull në rasën gjinore fjalën shkollë themi i shkollës ose e shkollës. Pra, nëse emri i parë është i pashquar dhe emri i dytë është i shquar, emri i dytë është në rasën gjinore, pra i pari i takon të dytit, në këtë rast kemi lidhje gjinore, e kam përkthyer në shqip, kurse në gjuhën arabe quhet el idafe. Po shpresoj që e kuptuat atë çfarë thash. Pra, kemi dy emra, i pari i pashquar, i dyti i shquar. Ky emri i parë i takon të dytit, pra është në rasën gjinore, i takon të dytit, në këtë rast kemi lidhje gjinore apo el idafe. Shkojmë me disa shembuj, ma mërmendja që përmes shembujve do të jetë akoma më e qartë se sa përmes shpjegimit që u mundova ta bëj. Për shembull, el idafetu. E kemi marrë emrin Talibun. Ja ku kemi Talibun. Talibun është emri i pashquar. Pse është i pashquar? Nga se nuk bën pjesë të grupi i të shquarave. Nuk është alem, nuk është damir, nuk është ismul ishare, nuk është ismul mausuli, nuk ka mënyrë shquese el përpara, nuk është munada, nuk po e thrasim, atëherë është i pashquar. Plus ja shtojmë një emër të shquar. Talibun është nxënës. El medresetu është shkolla. Mirë, po këtë shkolla e bëjmë në rasën gjinore, i shkollës. Dhe themi talibul medreseti. Dhe tani si e përkthejmë nxënësi i shkollës. Pra tani nuk po e përkthejmë nxënës, po e përkthejmë nxënësi, pra në të shquarën, nxënësi i shkollës. E kemi marrë në rasën e dytë prap emrin Talibun. Plus e kemi shtu emrin Muhammed. Dhe është bë Talibu Muhammedin, nxënësi i Muhammedit. Në rastin e tretë e kemi Talibun, prap nxënës, plus për emrin pronor na, që do thotë yni, bën bashkarisht Talibuna, nxënësi ynë. Dhe nuk po e përkthejmë nxënës, po përkthejmë nxënësi ynë. Po e shihni në këto 3 raste. Emrit të pashquar ju ka shtu një emër i shquar. Dhe ky emri i shquar ka ardhur në rasën gjinore. Pra, emri i parë i takon të dytit. Nxënësi i shkollës, nxënësi i Muhamedit, nxënësi jon. Në këtë rast, në gjuhën arabe kjo quhet lidhje gjinore ose el idafetu. Emri i parë i pashquari mund të jetë çdo emër. Ky emri i dytë i shquari mund të jetë el muarrafu bi el, siç e kemi rastin tek el medresetu, ja ky është i shquar me mënyrë shquese el medresetu. Mund të jetë el alemu, pra emër i përveçëm,
siç e kemi Muhammedun, dhe mund të jetë ad-damiru al-muttasilu për emër i ngjitur apo në gjuhë shqipe për emri pronor që tregon kujt e takon. Në këtë rast na joni talibuna. Siç e shihni, kur po është emri i pashquar, ka në fund tenvin. Kurse këtu është i shquar, ju hiqet tenvini. Nuk përderisa emri është i shquar, ati duhet të ja hiqum tenvinin. Prej talibun po bën talibu. Në të tri rastet, talibu el madrasati, talibu Muhammedin dhe talibu na. Në të tri rastet talibu, prej që ishte talibun me tenvinin on, po ju hiqet tenvinin dhe po mbetet vetëm me u. Në aspektin gramatikor, në gjuhësor, në arabisht, talibu, ky emri i parë, që po shquhet me këtë emër në dytë, i pari quhet mudaf, kurse i dyti, ky shquari, quhet mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi, ky emri i dytë i shquar, në këtë rast e kemi një marrë të shquar me një shquase el, në rastin e dytë e kemi një el alem, në rastin e tretë e kemi një ad-damir al-muttasil. Në të tri rastet ky emër duhet të jetë në rasën gjinore. E si ta dim në gjuhën arabe rasën? Rasën shumë shpejt do ta mësojmë si ta njohim një emër sa është në rasën emërore, gjinore apo kallëzore, do ta mësojmë shumë shpejt në orët e ardhshme inshallah taala. Pra, çka duhet të ditur edhe një herë për ta përfunduar tek el idafe. Nxënës së dashur, ta keni parasysh. El idafetu do të thotë shtesë. Pra, kemi një emër të pashquar, ja shtojmë atij emrit një emër të shquar. Kjo quhet el idafe. Gjuhëtarët në gjuhën shqipe e kanë përkthy si lidhje gjinore. Pse? Se ekziston një lidhje mes dy emrave, ku i pari është i pashquar, ndërsa i dyti është i shquar. Ky i pari merr shquarsinë nga emri i dytë, nga emri i dytë i cili është i shquar. Dhe lidhja e kuptuam. E pse quhet gjinore? Për shkak se emri i dytë detyrimisht duhet të vijë në rasën gjinore. Pra, emri i parë i takon atij të dytit. I pari i pashquar, i dyti i shquar. Kurse në aspektin gjuhësor, gramatikor në gjuhën arabe, i pari quhet mudaf, kurse i dyti quhet mudafun ilayhi. Pra, në këto tri lidhjet gjinore që kemi këtu. Talibu është mudaf, el madrasati mudafun ilayhi. Talibu mudaf, Muhammedin mudafun ilayhi. Talibu mudaf, na mudafun ilayhi. Kjo është grupi i 7 i të shquarave, pra emri i cili shquhet me idafe, pra me një shtesë të një emri të shquar. Shpresoj që edhe ky mësim të jetë i kuptuar nga ana juaj. Kërkoj nga ju që të mundoheni t'i bëni nga 3 emra të shquar me lidhje gjinore. Për shembull, ta sillni një emër të pashquar. Vije fjala emri mesgjidun. Mesgjidun do thotë xhami. Hajde ta shtojna me një nyje shquase el. Themi xhamia e kujt me nyje shquase el. Themi xhamia e shkollës. Shkollë i thon medrese. Mesgjidul medreseti. Kemi lidhje gjinore. Xhamia e shkollës. Mesgjidu i pashquar, el medreseti i shquar me nyje shquase el. Kur të bëhen bashk, bëhet edhe xhamia e shquar, se po dina e kujt është xhamia, xhamia e shkollës. Themi mesgjidu Muhammedin. Xhamia e kujt? Xhamia e Muhammedit. Xhamia e pashquar, emri Muhammed i shquar, nga se është emër i përveçëm, atëherë edhe këtu është bërë lidhja gjinore dhe dihet për cilën për xhamin e kujt po bëhet fjalë. Dhe mesgjidu me një përemër pronor, për shembull na, ose ke, ose ki, ose hu, për shembull mesgjiduhu, xhamia e atij. Mesgjid i pashquar, për emri kemi marrë të grupet e emrave të shquar, bën pjesë edhe për emri i shquar, atëherë emri i pashquar i takon për emrit apo që vije pas tij që është i shquar, dhe ky bëhet i shquar dhe përkthehet si xhamia e atij. Apo shembull tjetër, për shembull, themi qalemu. Themi qalemu laps. Lapsi i klasës. Qalemul fasli. Lapsi i nxënësit. Qalemu et talibi. Lapsi i
Omerit, qalemu Omari, lapsi I asaj, qalemuha, e të ngjashme. Pra, lidhja gjinore, edhe njerë për ta përfunduar, është lidhjen e mes të dy emrave, ku I pari është I pashquar, kurse I dyti është I shquar. Ky I shquari ose duhet të jetë el muarrafu bi el, I shquar me një shquase el, ose duhet të jetë el alem, pra emri I përveçëm, ose duhet të jetë el damiru el muttesilu për emër pronor. Nëse ju shtohet emri të pashquar njëri prej këtyre 3 grupeve të të shquarës, dhe kjo me kusht që të jetë në rastin gjinore, pra emri I parë të I takoj këtij të dytë të shquarës, këtu kemi lidhje gjinore që në gjuhën arabe quhet el idafe, në arabisht emri I parë quhet mudaf, emri I dytë mudafun ilehi. Shpresoj që edhe ky mësim të jetë I kuptueshëm prej anës juaj. Zoti ju ruajt dhe shumë suksese në mësimin e gjuhës arabe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.